Kohët e fundit janë raportuar shumë video dhe foto të gjarprinjve pranë zonave të banuara. Pse mendoni se po ndodh kjo? Atëherë, po, është e vërtet, në kohët e fundit jemi dëshmitar të gjithë, me përmjet e media sociale po shohim lloje të gjarprinjve që shfaqen edhe në zona urbane, siç është edhe Tirana apo Fieri. Atëherë, unë mendoj që një ndër arsyet që kohët e fundit po shohim ndoshta edhe më përpara ka patur, nuk është se nuk ka patur, sepse mund ta lidhim edhe me faktin se në vitet e fundit Tirana është ndërtuar, është zgjeruar edhe në periferi, por më parë ajo ka qenë një habitat me shkure, po themi, dhe aty kanë qenë gjarprinjt. Një arsye tjetër mund të jetë edhe fakti i mbetjeve apo i plehrave, të cilat ne jemi dëshmitar të gjithë që mund të shikojmë shumë nëpër shumë lagje apo rrugë kazanet me hedhurina që dalin jashtë kazaneve, pra plehrat, dhe normalisht edhe minj kemi parë, pra të tilla hedhurina dhe plehra tërheqin minj. Dhe minjt janë një ushqim shumë i mirë për gjarprinj. Pra dieta kryesore ushqimore e gjarprinjve, e pjesës më të madhe e gjarprinjve janë minj. Dhe ata afrohen për të ngrënë minj. Pra mendoj se mund të jetë edhe kjo arsyeja që i afron ata në zona urbane, siç i kemi parë në Tiranë apo Fier, por këto lloje që i kemi parë janë krejtësisht të parrezikshëm. Pra unë nuk e kam parë në zona urbane, të paktën nga këto postimet, llojin më të rrezikshëm që është nepërka, me bri, që është me elmusja, por kanë qenë shigjeta apo bullari, që është një ardhucë krejtësisht e parrezikshme. Çfarë duhet të kenë njerëzit parasysh dhe si duhet të ruhen nga gjarprinjt? Atëherë, gjëja e parë që duhet të kenë parasysh njerëzit kur shohin një gjarpër normalisht është që të mos e ngacmojnë, sepse mund të themi që duhet të dinë edhe se si t'i dallojnë, por momentin e parë njerëzit e thjesht kur shohin një gjarpër nuk e kanë shumë mendje të dallojnë, prit pak, është ky elmues apo nuk është elmues. Me njerë stepen, sepse nga vetë anatomia e gjarprit të shkakton pak frikë apo neveri dhe ose ndalojnë ose largohen. Mund të ketë një pjesë të pakët të njerëzve që shkojnë, nuk i kanë frikë edhe i vrasin direkt. Pra kjo është gjëja më e gabuar që mund të bëjnë njeriu, pra që të kapi dhe ta vrasi gjarprin, sepse siç e përmenda, ata kanë një vlerë shumë të madhe, pra një rol shumë të rëndësishëm në ekosistem, që ushqen me minj apo edhe me disa prej nepërkave me insekte të dëmshme dhe mbajnë popullatën e tyre nën kontroll. Dhe asnjëherë nuk duhet i vrasim sepse çdo lloj ka rolin e vet në ekosistem. Qofse shkëputet një hall, prishet i gjithë zinxhiri ushqimor apo ekosistemi. Duhet të kenë kujdes, pra siç e thash, më e mira është që të ndalojnë, të largohen. Pjesa më e madhe e gjarprinjve trëmben nga ne, pra sapo ndjejnë një zhurmë, ata më herë ikin. Por nëse rastisin me llojin më të rrezikshëm, që është nepërka, e familjes së nepërkave më elmusja, që ka përhapje shumë të gjerë në vendin tonë, nga zonat e ulta deri në 1500 metër, 1800 metër. Është e mira që ato nuk janë agresive, nepërkat janë lloje shumë të qeta, nuk sulmojnë asnjëherë, nuk janë agresive, mundet vetëm në raste aksidentale që në rast se i shkelin, ato mund të kafshojnë. Por e mira do të ishte dhe kujdesi që sidomos në terrene shkurore që mund të kalojnë edhe në parkun e liçenit Tiranës kur ka shumë shkure, është mira që të përdorim këpucë me qafa, pantallona të gjata, edhe të shikojmë mirë ku ecim. Në rast të pastaj ndodh një pickim nga nepërka më e rrezikshme, ajo është helmi i saj është shumë i fortë. Normalisht nëse jemi pranë qendrave banuara duhet menjëherë të shkojmë në spital. Në rast se jemi në mal, është mira që të mbajmë me vete antidopin apo antiviperinën që gjendet në farmaci, por duhet mbajtur në kushte frigoriferike dhe injekton në muskull. Dhe me atë pastaj nuk e asgjë. Por janë shumë raste të rralla ato të kafshimit, siç e thash, ato nuk janë agresive, vetëm mund të ndodhin nëse i shkelin. Dhe ndoshta edhe një kujdes tjetër që duhet kenë sidomos në fshatra apo edhe ata që kanë vila private në Tiranë apo në qytete. Për të mbajtur sa më larg gjarprinj, është mirë që të mbajnë pastër kopshtin e tyre. Çfarë do të thotë? Pra që ta krasisin, ta mirëmbajnë, mos të lënë shumë barë, shkure, pra të pritet, të mbahet në nivel të shkurtër bari. Dhe në këtë moment, nëse kopshti është i pastër, i pastruar, gjarprinj nuk kanë pse të vinë aty, apo të mbyllen këto vrimat të çara nëse ka nëpër mure. Pra të kihet parasysh edhe për
parqet, gjithashtu një rekomandim për bashkitë të bëhen krahasitje të pastrime të paktën të rrugëve ku kalojnë njerëzit sa më shumë. Kjo do të ishte. Po. Në rastet e një pickimi, cila është ndihma e parë që duhet t'i ofrohet dikujt ose si duhet të veprojmë? Në qoftë se Pra siç e thash, nga pjesa më e madhe e gjarprinjve rreth 17 lloje që kemi, janë 4 lloje të familjes në porkave që janë helmuese, por njëra prej tyre paraqet më tepër rrezikshmëri, le të themi, sepse siç e përmenda është më e përhapura, gjendet nga zonat më të ulta deri në zona kodrinore dhe pak malore. Dhe rastet mund të jenë shumë të pakta, sporadike, siç e thash, vetëm nëse shkelen. Në këtë rast, gjëja e parë që duhet bërë është të ruajmë qetësinë, mos na kapi paniku. Dhe në rast se rekomandohet shumë që me vete të ketë antiviperina, pra të kesh antiviperinën në momentin që ti e shef, pra je dëshmitar që ai që të pickoj që është pikërisht kjo në përka që dallohet lehtë, sepse ka të rombin në kuris, nga koka deri në fund të bishtit, ka kokën e trash, bishtin e shkurtër, të është ngathët kurecën në përka, në rast se e di që është pickim prej saj, sepse mund të ketë edhe pickime nga gjarprinjtë e tjerë, por janë krejtësisht pa rrezikshme, sepse nuk kanë helm. Atëherë nëse ke antiviperinën e injekton. Në rast të kundërt, është e mira që të kërkohet ndihmë. Pra, nëse je afër qendrave urbane apo edhe nëpër këto zonat rurale, të shkosh pranë poliambulancave, menjëherë aty të marrësh ndihmën e parë. Por në momentin e parë, pra gjëja më e mirë është që të ruash qetësinë, pastaj ndoshta unë nuk e di sepse nuk flas shumë për këtë pjesën e mjekësisë, si mund të, sepse thonë që mund duhet lidhur apo duhet thithur elmi, nuk e di këtë gjë sepse nuk ta garantoj dot, s'kam prova. Që nëse e lidh apo e thith elmin, ndoshta lidhja mund të jetë, sepse e parandalon elmin që të përhapet në të gjithë organizmin tjerë, por që ta thithësh nuk është se ka prova. Doja të dija 1 ose 2 speciet më të rrezikshme të gjarprit që gjendet në Shqipëri. Po, siç edhe e përmenda, lloji më i rrezikshëm dhe më helmues është nepërka me bri, ose hundraku në ca zona të tjera i themi. Vipera modites është gjarpri apo nepërka më helmuese në Ballkan, por edhe në Europë. Pastaj janë edhe 3 lloje të tjera, por nuk paraqesin rrezikshmëri për popullatën, sepse takohen në zona të larta malore. Janë nepërka më të vogla, që takohen mbi 1800 metrë lartësi, dhe në zona të ulta së bashku me këtë nepërkën e rrezikshme, takohen edhe 2 gjarprinj të tjerë që janë gjysmë helmues, ose opistoglifi themi ne, nuk paraqesin ndonjë rrezikshmëri, por kanë gjendra të vogla helmi. Është biroja i themi në Shqip, edhe gjarpri mace, Telescopus phallaxi dhe Malpolon insignitus në gjuhën shkencore. Këto 2 lloje takohen në zona të ulta, por që janë gjysmë helmues sepse në krahasim me nepërkën që është melmusja, e cila i ka dhëmbët e helmit në pjesën e përpartë të noflës dhe me një kafshim të lehtë ajo të injekton helmin. Këto 2 llojet që përmenda janë gjysmë helmues, i kanë dhëmbët e helmit në pjesën e pasme të noflës dhe duhet që të kafshojnë shumë thellë për ta injektuar atë helmin, ose vetëm nëse duhet të futësh dorën brenda në gojë që të kafshojnë. Pra, krejtësisht janë pa rrezikshëm këto 2 lloje. Pra lloji vetëm që përbën rrezik dhe më helmusja është nepërka me bri që ka atë rombi në kuris, që përmenda kokën e trash, dhe prej saj duhet të ruhemi. Sepse ka pasur dhe raste evidenca edhe në liçenin e Tiranës që është evidentuar. Po siç e thash, masa më e mirë, sidomos nga bashkia, që të krahasiten, të mbahen të pastra rrugët dhe pastaj njerëzit vetë duhet të kenë kujdes.